Pozita gjeografike dhe kushtet natyrore të rajonit perëndimor. Rajoni perëndimor është rajoni me sipërfaqen më të vogël të bimësisë natyrore. Përse ky rajon ka sipërfaqen më të vogël të bimësisë natyrore? Kjo lidhet me sipërfaqen më të madhe të bimësisë kultivuar. Pra, ky rajon ka sipërfaqen më të madhe të bimësisë kultivuar për shkak të mjedisit të tij fizik që lidhet me fushat, por dhe kodra të cilat kultivohen në bimë të ndryshme. Republika e Shqipërisë, ne kemi bërë më parë, ndahet në 4 rajone. Rajoni perëndimor, veriverindor, juglindor dhe jugor. 1/4 e Republikës Shqipërisë e përbën rajoni perëndimor, pra 25% të sipërfaqes. Fillimisht duhet njohim disa nga pikat kufitare të Republikës Shqipërisë dhe shikojmë se cilat janë pikat kufitare të rajonit perëndimor. Rajoni perëndimor ka si pikë kufitare Muriqanin në jug të liqenit Shkodrës dhe Han Nehotit në veri të liqenit Shkodrës. Pikat të tjera kufitare që gjenden në Republikën e Shqipërisë kemi Vermoshin, Qafmorinë, Qafprushin, Morinin dhe Shishtavecin. Këto të fundit i kemi me Kosovën, kurse Vermoshin kemi me Malnezinë. Vazhdojmë me Maqedoninë e Veriut, Qafllat, Qafthan, Tushemisht dhe Goricë. Dhe me Greqinë, Kashtic, Treurat, Kakavi dhe Qafpot. Pra, pikat kufitare janë Hani Foti dhe Muriqani, si dhe porti i Durrësit, i Shëngjimit, porti i Vlorës dhe aeroporti në Teresa. Ndërkohë që është në përfundim edhe aeroporti i Vlorës. Kushtet natyrore të rajonit perëndimor. Lidhur me kohën e formimit të këtij rajoni, relativisht është erë si kohë që nga Plioceni dhe në vazhdim. Kjo për shkak se ky rajon ka qenë rajoni ka dalë i fundit nga uji, kur i gjithë territori ishte në ujë dhe është formuar nga lëvizjet epirogjenike pozitive, pra lëvizjen e korestovës pozitivisht, pra larë, dhe ushjen e sinklinaleve të këtij rajoni, pra të grovave të këtij rajoni, nga depozitimet e ngurta aluvionale të lumejve që rrjedhin në drejtim të rajonit perëndimor. Ky rajon, edhe në ditët e sotme, vazhdon lëvizjet epirogjenike pozitive, pra ngritjet vertikale, pra në lartësi, që do thotë që deti të liqet, ndërsa kemi pak vende të cilët janë në ujët tektonike, si për shembull liqeni i Shkodrës e të tjerë. Lidhur me ndërtimin gjeologjik, dominojnë këmendoni magmatikët, gleqerorët, terrengjenët, metamorfikët, dominojnë shkëmbim sedimentar, terrengjen, të cilët fushat dhe kodrat janë terrengjen, kurse gipset i kemi në lumre. Lidhur me ndërtimin tektonik tashmë, dominojnë strukturat rrudhosëse, antiklinal-sinklinal. Antiklinalet janë kodra, sinklinalet janë fushat. Përveç pjesën veriore, ku gropa e liqenit të Shkodrës është graben dhe mali Taraboshit, por dhe Alpet që nuk janë në këtë rajon, por rajonin veriverindor, janë horst. Ashtu, në jug të tij kemi gjirin e Vlorës, që është graben, dhe strukturat e tjera në jug të gjirit të Vlorës, që nuk bën pjesë rajonit perëndimor, janë horst, si Gadishmi Karaporunit dhe malet e tjera jonike. Lidhur me reliefin, thamë që përbëhet nga kodra jo të larta, lartësia më e madhe është 1200 metrë malin e Shpirakut, por dhe me fusha.
Klima është mesatare, fushore. Dominon kjo klimë. Në pak raste kemi klimën kodinore. Hidrografia është e pasur të kalojnë thujse për gjithë lumenjtë e vendit tonë, ata që derdhen në detin Adriatik dhe janë rrjedhat e poshtme të tyre. Dherat, pra tokat, janë tokat të hirta të kafenjtë të dominojnë. Pak raste kemi tokat e kafenjtë. Lidhur me botën e gjallë, me bimësin, gjejmë shkurët dhe pyjet mesdhetar dhe në pak raste dushqin. Tashët që gjenden në këtë rajon janë ato të klimës mesatare mesdhetare. Ja shikojmë edhe disa veçori të tjera të rajonit perëndimor. Shkëmbimit që dominojnë, thamë, janë terrienë, pra edhe kodrat e të fushat janë përbërë nga terrienë. Kipset i gjenë në Dumre, pra në plajen e Dumres, por kërqeror, pra karbonatik, në gjenë edhe në pjesën veriore në fushën e mbi Shkodrës. Gjatësia e këtij rajoni veri jug është 200 km, kurse gjerësia e tij në Elbasan apo në Gramsh është 50 km. Ky rajon, për shkak se dominohet nga shkëmbimi sedimentar, shquhet në nxjerrjen e naftës, pra ka pasuri të mëdha të naftës, gaz natyror dhe qymënguri, cilat lidhen, thamë, me shkëmbim sedimentar. Relievi i këtij rajoni, thamë, që dominohet nga kodra dhe nga fusha. Mali Shpirar, 1200 metër, është më i larti i këtij rajoni. Klima. Lidhur me tillësimin, kemi 2440 orë me tillë në veri në Shkodër dhe 3840 në jug, midis terjes së lumit Seman dhe lumit Dios dhe lagunës së Nartës. Pra, kjo është zona në cilën mund ndërtohen me eficiencë më të lartë fermat diellore. Lidhur me erat, era kryesore është buhia, por gjatë dimrit, vjeshtës dimrit, kemi edhe mularin, që frynë dhe jugun nga jugu, duke sjellë rreshje. Lidhur me rreshjet, sasia më e lartë e rreshjeve 1500 metër, e kemi në Shkodër veri dhe sa vim drejt jugut rreshjet paksohen. Rreshjet paksohen shkojnë tek 900-1200 mm rreshje në vit. Temperaturat, thamë që kemi temperaturë të larta gjatë vitit, por gjithashtu është ndikimi i sëputës i detit Adriatik në këtë rajon. Lidhur me hidrografinë, atëherë kalojnë në rrjedhët e poshtme të lumenjve kryesor të vendit tonë që deri në detin Adriatik, që nga drini në veri, Buna, drini i Lezhës, Mati, Ishi, Erzeni, Shkumbini, Semani me detet e tij Osomit dhe Devon, Vjosa me rrjedhën e poshtme të Shushecës, por kemi dhe mjaft laguna ose në qene pregletare që nga Meluni, Kunevaini, Natoku, Karavastaja, Narta, Pashaman. Për punkt. Kemi liqenin e Dumres, Stanës, liqenin artificial të Tiranës, e të tjera. Ishtë një ndryshe si Droja. Kemi gjithashtu dhe rrjedhën e poshtme të lumit gjatë. Pra, më në jug të derës së gjatën e kemi në afërsi të vallë derës, kemi ashtën një lashtë në hidrocentral. Gjithashtu në këtë rajon vijnë nga Alpet shqiptare disa prenj, apo lumenj vegjël si Projthat, Rriolli, gjithashtu dhe Kiri, i cili derdhet në lumin Drim para se ai të bashkohet ose të rrjedhë ujërat e tij në lumin Bunë. Projthat dhe Rriolli derdhen në liqenin e Shkodrës. Dhera, thamë, janë të gjitha kafejta dhe më pak të kafejta. Kemi dhera zonale, sepionale, krypore dhe moçanore.
ngjyra e hidherave të gjitha kafe. Bota gjallë thamë me që rajoni si përfaqe më të vogël bimësis natyrore, për shkak se në këtë rajon kemi bimësim më të lartë të kultivuar, pra fushat kultivohen, por në një pjesë mirë e kodrave. Lidhur botën e gjallë, kemi pelikanën, flamingon, ata rosa, plasani, thelleza, ujku, çakalli dhe të tjerë. Pra janë kafshë dhe shpend të botës mesdhetare. Llogaritës se gjatë 60-70 viteve të fundit, ulësia perëndimore është arritur në dëm të detit për 35 km². Do thotë, toka përparon drejt detit. Rajoni perëndimor përparon në drejtim të detit sepse depozitimet e shumta flumenjve, cilësia e detit, lëvizjet, ngritësit prej detit, amplitudat e vogël e zbaticës.